edhe raste tjera të cilat i përmendi. Kaloi koha e sistemit të kaluar në këtë kohë të civilizimit, demokracisë dhe pluralizmit, dhe nuk mund të ndodhë një gjë e tillë, mirë po, në qendrën për punë sociale, çdo ditë në një shoqëri e ndjeshme, kjo periudhë të tradicionit vështirë ishte për ne, kolegët, jo të gjithë. E kanë luajtur rolin më amortizues, pasi një numër të madh të njerëzve mbetën në rrugë, burrat kanë qenë dominues si bazë ekonomike dhe i kanë humbur atë dominim, e kanë ardhur në shtëpi, nuk ka mund të gjendur, ka pasur konflikte të mëdha. Qendra për punë sociale unë ju tregoj shumë raste pozitive që nuk kanë arritur, por rasti me Lubancin nuk mundet, pra kolegët e mi, profesionistët nuk mund të jenë prindër më të mëdhenj nga pata prind. Pra qëllimi jo nuk është për që ti marrim ato edhe ti vendosim në ndonjë institucion, pra neve duhet t'ju ndihmojmë atyre familjeve, vetëm nëse mund të shtoj diçka. Vetëm zmjanat s'mundet ta me dorë. Jo, do të pres. Roli i qendrës është parandalmim, jo që të merret e drejta e prindërit pasi që do të dhunohet. Të dëgjova për këto pedofili në botë, për parandalimin duhet të kemi mbi 100.000 punëtor social dhe çdo ditë dhe një punëtor social në shkollë dhe defektolog na nevojitet. Mirë po fakt është se gjendja ekonomike është e tillë. Prandaj edhe 7.000 organizata të veçeve kemi ku 10% a kryen ndonjë mision siç duhet. Pra problemi është shumë më i thellë dhe mos ta gjejmë vetëm në një vend. Qendrat për punë sociale janë institucione shumë të rëndësishme. Ata hyjnë në familje dhe i zgjedhin probleme, por nevojiten edhe resurse, numri nuk është i mjaftueshëm. Kur do të dëgjoj raste të tilla se besim pa përfundim ose se bëhen gabime kardinale nga njerëz të cilët duhet t'i mbrojnë fëmijët dhe familjet, si do ta motivoni popullatën, bile edhe fëmijët që ti paraqesin që ta njohin dhunën e mos të frigohen se për 10 ditë do t'i kthehet përdhënuesi në shtëpi. Ose ata do të kthehen aty. Në megjashi, në shkollat bëhen shumë përpjekje, por nuk mjaftojnë. Pra duhet të informojnë qytetarët për ekzistojnë institucione, prokurori publik, komisioni për mbrojtje nga diskreditimi, pra ne duhet të kërkojmë revizion. A është vepruar në mënyrë të drejtë. Mu për këtë është themeluar në Ministri për Punë dhe Politikë Sociale, inspekcion social. Shumë resursi janë të shpenzuara, kolegët i përpiqen dhe japin rekomandime. Këtu është edhe enti për punë sociale, i cili është institucion i cili përcjell trendet e reja, jep modele, koncepte të reja në zhvillimin e sferës sociale dhe e monitoron punën. Në mënyrë për drejtë mund të thuhet se ky pedagog ka dhënë mase negative, keq e ka bërë vlerësimin, mirë po posajat janë të mëdha. Ai foshë, por pa përgjegjësi kemi problem. Pra duhet institucionet shtetërore të ndërmarrin përgjegjësi dhe të pranojnë kur do të gabojnë. Për një shembull, 11 tetor. Me në institucionin 11 tetor, Jove Konstantinovski vjedh 2 fëmijë, 21 ditë e ka përdhënuar njërin, nuk ka ditur ku është, dhe askush mos një djalë tjetër e ka shkel, Viktoria ka ikur, Atanasko ka ikur, dhe pa përgjegjësi, ai institucion është si prindër. Dikush duhet ta ketë përgjegjësi dhe në një rast të tillë ku nuk ka përgjegjësi, Xhano ishte 11 tetor, Sasho, veterani i luftës, nuk ka Tevelesi, nuk ka aty. Përjashtimi bëhet rregull, pra sistemi bëhet problematik. Nga aspekti mobilitetit dhe punës dinamike, di se qendra ka shumë ingerenca, mirë po nuk ka resurse, nuk ka kapacitete dhe nuk janë mjaft në terren. Nëse kemi definuar se ka rolin kryesor, atëherë punëtori social nuk është që thjesht, ai duhet të bëjë analizë për çdo familje në rrezik ose familje disfunksionale, pa marrë parasysh çfarë si e ka situatën ekonomike, ai duhet ta sheh zërin e parë, jo të mbrit tek policë, psikologët, pedagogët, por punëtori social ta e ka rolin kryesor dhe ministria këtu duhet
të bëj një vëzhgim kryesor, pra duhet të them se me strategjinë e re një rekomendim e kanë marrë përsipër që të gjithë fëmijët të përfshihen në çerdhe pa falës dhe kjo të zgjidhje për gjithë ato fëmijë të cilët nuk janë të përfshirë në çerdhe janë viktima të formave më të mëdha. Nëse kjo lind atëherë duhet të respektojmë. Po, gjendjet janë shumë të vështira, por nuk i kemi ideale. Pra, Republika e Maqedonisë nuk është një inkubator, dhe të gjithë jemi këtu, e marrim ushqimin nëpërmjet CV-t, por kjo kemi një shtet dinamik, kemi probleme, institucionet tek ne, janë institucione të hapura, ato do në familje dhe ndodh. Po a e fëmi deli jashtë ka nevoja deri në ora 12 duhet të kthehen edhe vajzat e mia nuk mblidhem dhe unë pyesim duhet të themi jo se nuk kam përgjegjësi, por atëherë tek por nëse 21 dikush e dhunon atë fëmijë, si mundet askush në atë institucion mos të ketë përgjegjësi? Pra drejtoresha dhe ekipi paraqesin, policia e kërkojnë. Më kuptoni? Gjithçka kemi ndërmarrë. Ndërsa Jove Kostadinovski 3 herë bën këta. Jove Kostadinovski, Shëshërvalje që doli nga Bërgo, një herë ka përdhunuar vajzë 5 vjeçare, një gjyshe dhe një nga mbrojtësit e 11 tetorit. A din sa vjet? Vetëm 15 vite. Për vepër të tretë penale. Ndërsa burkët të përjetshëm nuk kemi, po në neni 158 nëse kjo bëhet në mënyrë të dhunshme, nëse bëjnë 2 ose më tepër, a ka tjetër? Jo, vetëm ashtu është definuar. Dhe nëse jeta e fëmijët është në rrezik. Unë t'ju them se më ngrije flokët, po Elin, nuk janë gjërat aq të mira, por nuk janë edhe të zeza. Neve folëm vetëm për situatët që ka ndodhin tani. Da, definitivno. Pra duhet të informojmë qytetarët që t'i njohim, para pak tham. За жал, по големите до колегите Pjesa më e madhe e kolegëve, insistirал на това. Значи центрите за социална работа qendra për punë sociale i kanë kompetencat. тук и судиите. Këtu edhe gjykatësit, tek problem kanë edhe gjykatësit, ka gjendje ku të gjithë jemi prindër, por dallohemi njëri nga tjetri. Мирна и така нататък. Меѓутоа, имате ви ситуација. Por ju keni situate, ne kemi fëmijë në rrugë, ndërmarrim masa kështu me ramat, fëmijëve ju japim mundësi, kjo përsëritet. Наследен проблем. Kjo është një problem trashëgimor. И тератно состојање да е мајка. Ka fëmijë të pra nëna edhe para edhe çmimin, pra edhe veti japin i përdhunojnë, pra Милион пати е подобро и 1 milioner është më mirë që t'ja marrim të drejtën e prindërit го земеш и да го земе државата. dhe shteti ta merr le t'i ketë resurset e veta që ta fut në rrugën e drejtë. Да му го трасира. Знаеме ова влада што E dim se çfarë ka bërë ky qeveri, 3000 евра да даде. 3.000 euro që të jep bëni 300 euro për shkollë, Постојна парична помош, вработување. qira, punësim, Тоа никој не го направи. banesa këtë nuk e ka bërë asgjë, garantoj se në Evropë nuk ka ndërmarr, pasi që këta fëmijë nuk kanë ku të shkojnë. Dikush ka prindërit, çka nëse i kanë, nëse prindërit fitojnë nga ata, pra bëjnë dhuna të madhe. Место од аеродrom. Neve kishim një familje të njohur në aerodrom. Unë për herë të parë kur e kontaktova drejtorin Другачето албанче што го бранеше наше. që e ka mbrojtur shqiptari Maqedonin, Детето што го стори убиството. fëmijën e cile ka bërë, pra nga një familje disfunksionale të cilën neve që vetë fëmijë ka parë si nëna është prostitute, që ti blej babas narkoman drogë, Како влагаат муштери. dhe si hynë mushterit para syre të fëmijëve. Ata kanë jetuar një ambient të tillë, Имало тука ни љубов ни ништо. këtu nuk ka pasur dashuri, pra familje këtë tillë, pra ne jemi fajtor. Nëse kemi pas informacione, kemi mundur në kohë Стано и крај. që të merret e drejta për prit. Pra duhet të kemi masa cilësore preventive, Е најдобро во природната средина. Ама онамо каде por aty ku nuk kanë ata prindër тука е највистина. ndjenja, atëherë duhet të merret të drejta t'i dënojmë, sidomos për ata të cilët e kanë përsëritur veprat. Што може да направи. Pra çdo kush mund të bëj gabim. 7 години во затвор. Mirë për 7 vite në burg, pas një muaji del në Shqip, përsëri ku është ilaçi?
забуните настануваат во нели она Пора. универзалното право и Kemi të drejtën univerzale, lirit. Не може, ако се доведе во прашање живот, Nëse parashtrohet pyetja, jeta, детето не може да се zhvillimi i rregullt nuk mund të krahasojmë me të drejtat e pedofiljeve, atëherë ta shohim pjesën e parë të debatet me Sashka Cvetkovska dhe Naim Stojkovski mbi këtë temë, mbi të drejtat e njeriut të pedofiljeve vis-a-vis të drejtave të fëmijëve. Suludо е за некој што издава стан, Është budallaki që dikush që jep qira banesë ose don të t'ja jep atë banesë ndonjë pedofili. Por nuk kam fëmijë, por frikojmë nga vjedhës. Atëherë pse shteti nuk jep një regjistër të vjedhësve në rregull, të shoh kush janë vjedhës, ka agjenci për sigurim, ka kamera, ka blindordyer, ka çej. Pra ju thoni ka blindyer, ndoshta unë nuk mund ta blej dhe unë mund t'ja them të njëjtën, pse ju nuk gjeni sigurim për fëmijën e tij. Pra ju thoni blinder nëse frikojmë nga vjedhës. Pse nuk më mundëson regjistër të vjedhësve, nuk është në rregull. A kanë qenë në burg ata fëmijë? Si sistemi e luftohet me pedofili? Ka shtetet që shpallin regjistra si që janë SHBA-t dhe pjesa tjetër nga shtetet perëndimore të cilat nuk publikojnë. Të gjithë thirremi mbi regjistrin e SHBA-ve, a është ul numri i këtyre akteve kriminale, mbi ofendimeve, dhunave mbi fëmijët. Statistika është këtu dhe nuk është ulur. Ne duhet të shohim efektet. Si do të jenë efektet nga ky regjistër? SHBA-t si demokracitë më të mëdha ka regjistër publik për pedofilia. Mund të themi se nëse flasim për të drejtat e njeriut, të drejtat e njeriut, para mundet një person të luftoj për të drejtat e njeriut. Fëmiu, si fëmijë, flasi për shumë fëmijë të vegjël. Nëse nuk e mbrosh, atë nuk di që ta mbroj vetveten. A më kupton? Përgjegjësia tek ne është që t'i mbrojmë këta fëmijë. Kjo është përgjegjësia jo e fëmijëve. Në çfarë mënyrë do ta bëjmë këtë? Mirë, po masat me të cilët këto fëmijë do të mbrohen duhet të jenë në harmonizim me ligjet, me kushtetutën. E kjo nuk është harmonizim me po gjykata kushtetuese nuk ka vlerësuar ashtu dhe si gazetar dhe si prindër mund të them se nevoja për këtë regjistër është shumë e madhe, pasi që edhe vetë e kam shijuar nga puna ime gazetare ske, interesimi si gazetar, e kam hakur, por kur ma kam pasur disa njerëz me të cilët edhe kam qenë në kontakt, të cilët i kam takuar, e kam kuptuar realisht nevojën për ekzistimit e kemi një pedofil nga një fshati të Shkupit, ai njeri nuk jeton me familjen e tij, ka qenë në burg, nuk ka qenë në komunikim të mirë me familjen. Mirë, po pas shpalljes së regjistrit, një ose 2 muaj, kolegët në punë ku ka punuar gruaja, femra, e ka humbur vendin më punës si rezultat të shpalljes së regjistrit. Pse nëse gjykata gabon? Ka pasur gabime të tilla dhe kjo është arsye pse dënimi me vdekje është nuk praktikohet më. Pra, statistika thotë se përsëritja e dhunës mbi fëmijë është më e madhe. Pra 90% të pedofilëve të akuzuar, të dënuar, të rehabilituar, a dini në cilin vend ka përsëritës pedofil? Në Suedi. A ka aty regjistër? Nuk ka. Cilat masa? Nëse qëllimi është që ne ta ulim numrin e përsëritjeve, le të punojmë për këtë qëllim. Pra në fund të emisionit, vetëm të bëjmë një përfundim, ose nëse keni një koment, po unë kam një koment, nuk ka trajtim të sigurt sa i përket rehabilitimit, dhe prandaj asnjë psikiatër, neuropsikiatër, njeri profesional nuk ka gjetur formulë si të punoj me ata që të dim se kur do të dalë nga burgu nuk do ta përsërit këtë vepër penale. Kjo është ashtu dhe prandaj edhe njerë do të them se tretmanet kimike, regjistrime, pra neve nuk kemi qasë mbi të gjithë pedofilëve, vetëm nga viti 2006 janë të futur aty janë qindra, ndërsa ata të cilë kanë qenë në burg, nuk i kemi. Pse, nuk e dim.
Оти ако се повторува делото, Пasi që nëse përsëritet vepra, ndoshta nuk ka të dhëna. не знам. години има гаранција, не застарува. Не знам. Инаку ова само на крај ќе го кажам. Dhe në fund do ta them këtë, kur kisha trajnim me gjykatët dhe prokurorët publik mbi këtë temë, kur i pyeta unë, mirë gjykatë, pse ju e праки до судот е минимално. jepni dënime minimale? Законот ни дозволува. Ligji na lejon nga deri. Прашав, добро. Kur i pyeta, Педофилот nëse pedofili e përdunon fëmijën tënd, çfarë do të bëni? Ai ka thënë, Прва бандера вика. banderën e parë, banderën e parë. Atëherë ju them, Сикс детето a та. fëmia XX një dënim minimal. Казните пак е. Edhe pse dënimet nuk janë zgjedhje, Треба многу да се работи. mbi preventimi duhet të punohet shumë, por edhe të inkurojnë fëmijët që mos të, Дудира по незгодни. të heshtë Стигнало до nëse kam mrirë deri në atë situatë, por образовниот систем малку sistemi arsimor duhet të inkurojnë fëmijët nëse duhet edhe për vep brojtje. Добро, јас дефинитивно Unë definitivisht përmbaj qëndrimi se prevenca ose parandalimi është më i rëndësishëm. дилеме. Pa duhet regjistri hapër, pjesërisht hapër ose mbyllur, i hapër, por paralelisht duhet të mendohet edhe Хемиската për терапија и terapinë kimike dhe психотерапија. terapia psiko Она што би било добро да го психичке, направиме во pra, корелација со правосудството е да në bashkëpunim me социјална работа како што знаеме да организираме sistemi juridik ne duhet të kemi disa mënyra, одетен влез, да të kemi aktivitete këshilldhënëse, pra специализирана едукација и така натаму, да влагат додека се уште во затвор да që të kemi punë nga ana e psikologëve me personat në burg. се упрашање, а може да направат ново злодело и така натаму, значи превентивно да се Pra, работи таму психотерапија. Të kemi psikoterapia edhe aty, pastaj qendrat për punë sociale të ndërmarrim masa siç është në perëndim, Да се следи, значи на dhe të përcillet kjo gjë, të kemi një monitoring të fuqishëm, të paraqitet një herë në muaj, siç tha vajza nëna, dikush që të pra kjo është një diskriminim që dikush tjetër të pësoj, antar të familjes, директно да одговара. pra çdo kush duhet të ketë përgjegjësi, edhe unë nuk kam dashur që ndoshta dikush këta janë prindërit, këta janë familjet, nuk mund të ikim përgjegjësive. Премалку добро рече Zmijanac, не може Mirë tha Zmijanës, nuk mund vetë ta marrim mbrojtjen, ta marrim të drejtën në duar tona, на судиите ќе се врвој на држава. pa gjykatëse që janë shumë të mirë, Меѓутоа мора да станат por duhet të bëhen më të të kenë më tepër vedije на дела. Дали për këto për këtë dhunë të gjithë të cilat janë në gjendje të ndryshme, sidomos kur keni nga deri pse mos jetë dënimi maksimal. Do të ketë në një sinjal. Pra parandalimi është më i rëndësishëm. Minevski Zmijanac, ju faleminderit që ishit pjesë të Zebrës dhe ndërsa shikuesve ju faleminderit që na përcollët.